Mungesa ujë të pishëm vijon të jetë problem serioz në Shkodër, por situata paraqitet më serioze në njësitë administrative. Një nga njësitë që vuan mungesën e ujit të pishëm është edhe ajo e Postribës. Prej rreth një muaji, në fshatin Drisht, banorët detyrohen të mbushin ujin në lumin Kir ose ta blejnë në dyqane. Për një muaj, nuk kanë asivi ujë. Kanal djetë dhe me këmeshi ku gazion. Kirë që unë kirë. E konsumoni për ta pi edhe ujin e Kirit? Po, ku me marë? Ose e blejmë me vidona. S'ka na ujtë pishëm, as ujë me la, as kur gjon veç. Po na shif një vetë mo të mush me karroca. E blejmë me lek. Ku këna me marë? Kiri, sa do këtë është i flikë, është lajnë, si jesin gjishfar me të rinë a shpejnelte. Qysh me 6 janar. Sot jena me një shkurt. Bohë një 25-24 dita, se jena s'kana pik ujt, nuk pime që. Ujt nënë, ujt si është pislek. Të honen, kënëra këmë bëpë vetë atat në morjes, të në shkurt vinë për Italijet, nëse vjenë. Besa shkojme mu shumë kala, atjenë, që është i brim, shkojme me makina, kus ka makinë. Pavarësisht ndërhyrjeve nga punonjësit e ujësjellësit, ky problem akoma nuk është zgjidhur dhe banorët e këtij fshati detyrohen të jetojnë me një problem të tillë prej kohësh.